Qyteti është, nuk kemi gjelbrim. A do të me kuptu në... Katrimi, degradimi i parkut në atë mënyrë ashmizore, pa asnjë lloj ndjenje. Prerja këtyre pemëve në qendër të Gjilanit ka ngjallë reagime të shumta të qytetarëve të kësaj komune. Kjo prerje ka ndodhur për shkak të një projekti të komunës së Gjilanit në vlerë 18 milion euro, ku parashihet ndërtimi i objektit të administratës, ndërtimi i një nënkalimi si dhe ndërtimi i sheshit të qytetit. Na sot jemi në ardhën e Gjilan këtu, edhe po synojmë me marrë përgjigje prej komunës së Gjilanit në lidhje me projektin, po synojmë me kuptu edhe pretendimet e opozitës që i kanë në lidhje me këtë projekt, si dhe mendimet e qytetarëve. Në moti këto pemë vjetra i këto janë ofër 70 vjetë, 80 mund më konë. Kërë u formue, për banesa për 41 e tek nej. 1941 janë mjellë. Qyteti është, nuk kemi gjelbrim. A do të me kuptu në... Qyteti është mjaft i ngarkum, edhe gjitha të ndërtesa bohën. Unë si jam architekt, as mirë me architektur. Mirë po, këtu nuk shohim kërkun gjitha të ndërtesa bohën. Nuk ka kërkun hapsin njëna mes tjetrës. Edhe kërkun nuk shet diku një gjelbrim. Do me thonë, kjo është ngulfati më vëlla. E sa i përket kësaj këtu këti projekti që putu ti, kjo është e mirë nëse kanë mendu që botë mirë dishka. Spedim në realitet shka do të botë. Po, edhe kur kryet më vëlla, një fillim po shohmi, por në mbarimi ku e dikur është. Ti si qytetar, pas se një projekt të pemë, a i koni njoftun, a ki pas informatë që ka mu bo këtu bulevardi që ka mu projekt të pemë, që ka mu janis një projekt të rrisë? A ki pas informatë? Jo, s'kum pas. Thashe theme kanë qenë ato që njerëzit kanë folë, kemi një dishka po, saksisht jo. Nuk kemi ditë. Flitet që të pemë në konë vjetra shumë, a i banë mante, shumë mante? Sigurisht, po presi e disë në shkollët mesme isha tu në qytet Gjilanit, to do me thonë një në viteve 78, 79, do në kërë i më konë atërë maturant to e në konë. Kë projekt ka moti është bisedu me qytetarë, me publikun, me gjithë faktorët relevant të interesum dhe u projektue për këtë formë. Preja ty në drëjve dekorativ, se këto që në penë, për momentin dukut pak irituse, po me gjithët e pa o prej këto, drëj dekorativ së mundët më realizu planin që është i parapal. Po si mas planit që është i parapal, parashijet që me konë të shka mrekullisë, në vërtet, qendra e Gjilanit, pise më që 49 vjetë jam qëto Gjilan, nuk ka bon, në kone që jam në Mustafa, so bon me 2 kursi u bo 4, a më në ndryshim epokal kë parashijet, kalim parking në toksor, bitoksor, edhe gjelbërim dhe droj dekorativ të kësa qendre. Se që kjo bashkë qendra e qytetit Gjilanit është. Para se me fillu projekti, ti personalisht, a ki pas informat që ka me fillu projekti edhe a ardhë dikush për komunës me ju më ledhë dhe me ju të regu? Po, kena pas debate, edhe në konvent, në seanca, me publik të interesum, kanë mund me pa projektin edhe në komunë edhe në drejtorinë e urbanizmi, ka mujtë me shku gjdo interesu me pa. Edhe është në maketa e projektit është ekspozume në qendrët qytetit, kush ka dasht ka mujtë me pa, me bon pyetje, jënë vendet komunë më interesu, në urbanizm edhe që ma poshtë është projekti i bulevardit qendrës. Në planin zhvillimor komunal të votuar në vitin 2021, LDK ka qenë ajo e cila ka propozu edhe ndërtimin e bulevardit Gjilanit. Po jo ky bulevard që po tenton të bëhet tani, pa leje ndërtimore, pa plan zhvillimor dhe pa plan zonal të komunës së Gjilanit. Pra një bulevard i cili jep jeshi qytetit, gjallëri qytetit dhe zhvillim qytetit Gjilanit. Një bulevard i cili nuk i cënon hapësirat e gjelbra, por vetëm i shton ato. Ky bulevard që po fillon të ndërtohet tani nuk është në PZHK për shkak se në PZHK në votuar në vitin 2021 ka qenë bulevardi i krijuar në rrethana tjera dhe bulevardi i cili ka pas tjetër plan zhvillimor, shumë projekte të cilat janë nisë në qeverisjen e zotit Hyseni nuk janë të përfshira në planin zhvillimor komunal. Për shka ne i bëjmë thirrje prokurorisë Gjilanit që të mirret me gjitha këto projekte. Projekti i parë i cili duhet më ndërprej momentalisht është projekti i bulevardit për shkak se as nuk është i votuar, as nuk ka buxhet të
ndomë për me u kry sa ma shpejt që është e mundur bulevardi dhe mundet me marrë rreth 1 dekadë kohë qytetarëve Gjilanit dhe stopimi Gjilanit. Pra ju po thoni prej që është prezantu ky projekt. E deta që kanë fillu punime s'ka pas dëgjim publik me qytetarë për këtë. Jo. Kanë reagu edhe nga shoqata arkitektëve Gjilanit, kanë reagu edhe nga shoqata bizneseve Gjilanit. Çdo biznes që e shohim çdo ditë, unë vetë personalisht punoj në bizneset cilat janë përreth bulevardit të qytetit, as nuk kanë qenë të njoftuar një ditë para se do të filloj të nesërmën heqja e pemëve dhe shkatrimi, degradimi i parkut në atë mënyrë aq mizore, pa asnjë lloj ndjenje. Reagimin e lidhe me projektin ka pasur edhe nga PDK-ja në Gjilan. Asamblisti i kësaj partie Bujar Nevzati përmes një postimi në Facebook pretendoi se projekti ka nisur pa dëgjim publik, pa transparencë, si dhe tha se projekti nuk ka as leje urbanistike. Për më marrë përgjigje prej komunës së Gjilanit në lidhje me pretendimet e opozitës, por në përgjithësi edhe për projektin në fjalë e lartë e Drejtoria e Shërbimeve Publike, konkretisht e drejtori Kushtrim Ibrahimi, por stafi këtu na tha që drejtori është në pushim. Gjithashtu prej komunës së Gjilanit nuk ka qenë të gatshëm me na dhënë një përgjigje as në gjatë Hajrullahu nga zyra për informim dhe si dhe Besim Toska nga zyra kryetarit. Deri në publikimin e kësaj historie, komuna e Gjilanit nuk ka kthyer përgjigje as në pyetjet me shkrim që kallzo.com ka dërguar më 23 qershor. Komuna që udhëhiqet nga Alban Hyseni vetvendosjes është të pyetur se a ka leje ndërtimore projekti në fjalë, a është i paraparë në hartën zonale dhe në planin zhvillimor, sa është buxheti miratuar për projektin, si dhe a ka pasur dëgjim publik. Ndërkohë, përmes një postimi në Facebook me 22 qershor, drejtori i Shërbimeve Publike në Gjilan, Kushtrim Ibrahimi, tha se projekti ka kaluar me sukses të gjitha fazat dhe filtrat e nevojshëm, si dhe tha se komuna do të vazhdojë me transformimin e qytetit, sipas tij një proces që ka filluar dhe që do të sjellë zhvillim dhe më shumë mundësi për qytetarët.